Kandidati i Partisë Socialiste Besmir Lesha është takuar me ish ushtarak, të cilët kanë dhënë një kontribut të gjatë për Shkodrën dhe gjithë vendin. Në këtë takim, Lesha vlerësoi rolin e tyre jo vetëm në këtë fushat, por gjatë gjithë aktivitetit të tyre. Ju jeni në njerëz më kyç të 11 muajit, ku duke ju pa ju, shumë të tjerë bindën që është veprimi i duhur i fitimit të Partisë Socialiste ndoshta për këtë zgjedhje, apo i fuqizimit të saj. Nga natyre ish ushtarakët në Shkodër garantuan mbështetjen për Partinë Socialiste, duke u bazuar tek lista e kandidatëve, por edhe tek transformimi që ka përfshirë Shkodrën. Të 2 vjet, kryetari i Bashkisë me cilin s'ka mundoj komunikime kështu, por në Shkodër është punua. Është fakt kjo. Filloi rezervet me tahën tonë, me njerëzit tonë, me shok, mund mbetet vetëm t'ju uroj suksese e dalshin faqebardh tanën me 12. Shumica e ushtarakëve janë të majtë, sepse kjo qeverini ne i ka plotësu paka shumë ato kushtet që ne i kena pas humbur dikur. Domethënë një ushtarak sot, nëse do të ishim me i qeveri tjetër që ka kanë, ne do të kishim ka 200.000 lekë pensione. Rëndësi ka jetë të votojmë për Partinë Socialiste edhe të mërrim objektivin që kemi atje, ku thotë dhe kryeministri, të jemi pjesë e Bashkimit Evropian